Komuna e Qajirit, si asnjëherë më parë, është në qendër të vëmendjes në këtë fushatë zgjedhore. Jo vetëm për shkak të vizionit apo ofertës, përfshir angazhimin e arkitektëve të huaj, por edhe për shkak të garës mes dy figurave me karrierë të gjatë politike, dikur në të njëjtin kamp sot kundërshtar të betuar. Një duel që duket më shumë si përballje personale sesa garë për ide. Rezultati zgjedhor në Qajir mund të përcaktoj jo vetëm drejtimin që do të marrë kjo komunë, por edhe fatin politik të vetë kandidatëve. Por për këtë do të flasim pas 19 tetorit. Sot fokusohemi tek planet dhe ofertat e Bujar Osmanit nga AKI-ja dhe Izet Megjitit nga Vlen për banorët e Qajirit. Nisim njëherë me zotin Bujar Osmani nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsa. Mirëmbrëma, faleminderit për mundësinë. Zoti Osmani, ndërsa ishit në të njëjtën parti, krerët e Qajirit ishin të shkëlqyer, kur sot ju jeni kandidat dhe rival, ata janë të dështuar, ndërsa Qajiri, siç thoni, është katastrofë. Si keni parë më herët këto probleme që i ka Qajiri dhe qajirasit? 20 vite keni jetuar ju në Qajir? Në 2017 unë mora përgjegjësi të udhëheq fushatën për kryetarin aktual. Aso kohë duheshte ta fshehim kryetarin e deri atëhershëm, zotin Megjiti, që ishte 12 vjet kryetar komune, për shkak se gjitha sondazhet na thonin se paraqitja e tij do na humbë zgjedhjet. Dhe qytetarët e dinë se ai nuk ka qenë në asnjë pjesë të fushatës formale aso kohë. Shkonim nëpër shtëpitë e njerëzve me Visarganiun, premtonim premtime, ata na thonin leni premtimet, na premtoni se nuk do kthehet më ajo udhëheqje drejtanishme 12 vjeçare. Dhe njerëzit na besuan. Edhe unë besova realisht. Mendova që kryetari aktual do jetë ndryshimi, për shkak se e pam se nuk shkoi mirë puna. Edhe mirë po na zhgënjeu edhe kryetari aktual për shkak se u bë një vazhdimsi e asaj qeverisje dhe tash po ndodhe njëjta pas 8 viteve. Kryetari aktual tani fshihet. E keni po diku në fushat? Domethënë kjo është një fushat mashtrimesh njerëzve duke i fshehur dhe duke premtuar ndryshimin. Sinqerisht, kam besuar se në 2017 po vjen ndryshimi i asaj politike, se do vazhdon e njëjta dhe pas 20 viteve të kësaj katastrofe që ka ndodhur në Qajir, ku vetë krerët e Qajirit kanë lëshuar komunën dhe kanë ikur të banojnë në komunë tjetër për shkak se gjendja është e mjerueshme, tani kthehen për të kërkuar besimin. 20 vjet ne kemi besuar të ata, kanë tradhtuar atë besim, kanë tradhtuar organizatën, aktivistët që u kanë qëndruar mbrapa dhe tani vinë të thonë njerëzve besomni mua. Njerëzit ma thojnë derë në derë, ata që kanë tradhtuar shtëpinë e vet do na tradhtojnë edhe nesër. Zoti Osmani, kryefjalë në këtë fushat keni objektet jo legale në Qajir që kanë ndodhur edhe para syve tuaj, qoftë si funksionar i lartë në pozita të ndryshme shtetërore, por edhe si banor i Qajirit. Ju çfarë zgjidhje ofroni për ndërtimet jo legale në Qajir, si do të vendosni rend dhe rregull dhe a do të prishni objekte pa leje që nuk përmbushin standarde? Çështja e ndërtimeve të egra është hija e zezë e Qajirit. Ka shkatruar Qajirin dhe ka pirë gjakun dhe pasurinë e Qajirit. Ka krijuar disa oligark, disa milioner, të cilët në kurrizë të qytetarëve të Qajirit kanë shkatruar të ardhmën e tyre. Çdo tokë shtetërore është uzurpuar. Janë ndërtuar ndërtesa 10 kaqe. Nuk janë paguar komunaljet në komunë, por kompenzimi ka shkuar deri në xhepat e udhëheqësve të Qajirit. Ata nuk kanë pasur as stabilitet strukturor, as nuk janë respektuar rregullat. Sot njerëzit si thonë, flenë me një sy hapur, mos urzohen shtëpitë mbi kokë. Nuk kanë dokumente pronësie. Thjesht ato ndërtesa kanë kidnapuar jetën e Qajirit për të pasuruar disa. Dhe prandaj kam thënë nuk bëj kompromis me çështjen e ndërtesave pa leje. Nuk flas për ndërtime sociale, zgjerimin e ballkoneve, shtëpive, apo ato njerëz të cilët kanë blerë vetëm banesa në ndërtesat pa leje. Për shkak se ata kanë shpenzuar kursimet e jetës. Duhet gjejmë një zgjidhje për ta. Por ama banesat që nuk plotësojnë standardet dhe nëse rrezikojnë jetën e banorëve. Prandaj kam thënë, atë që do bëjmë është menjëherë verifikim i sigurisë së atyre ndërtesave, stabilitetin struktural, çështjen e zjarrit, mbrojtjes prej zjarrit, mbrojtjes prej tërmeteve. Ka një analizë që thotë, edhe pse ju e dini, ndërtesa duhet përballojë një çfarë shkallë seizmike të tërmetit. Thonë që në Qajir, në disa ndërtesa, një shkallë më e ulët e tërmetit do shkatron gjithçka. Një zjarr si në Koçani do djeg gjithçka. Dhe kjo është çështje shumë serioze. Prandaj kam thënë,
Te ndërtesat të cilët janë ndërtuara dhe janë pa leje, njerëzit kanë bler, u ka vështirësuar jeta e tyre se janë pa dokumenta, pa asnjë kusht siç u është premtuar, atje do verifikohet siguria dhe do gjejmë mënyrë për t'u japur pronësi. Mirëpo ndërtesë e re në mbikëqyrjen time nuk do mund të ketë më as 1 centimetër katror dhe ua kam bërë me dije asaj mafie urbane që ka kap për fyti Çajirin, që as nuk mund të friksojnë, as nuk mund të më kushtzojnë për shkak se nuk do ketë, po kjo nuk kupton, se nuk do ketë ndërtesa me leje. Çajiri mund të zhvillohet vetëm vertikalisht dhe unë do u ndihmoj, po gjithçka brenda planit që ka munguar për 20 vite. Zoti Osmani, cilat janë 3 masat konkrete që do të ndërmerrni për të zbutur trafikun në Çajir, arteriet kryesore, sidomos pjesën e Çajirçanës? Po, Çajiri vetëm është i pabanueshëm dhe çështja e qarkullimit, arteriet e Çajirit janë të bllokuara. Thjesht ju mund kaloni me vetur sot nëpër Serau, Gazibab, Dijon dhe nuk mund kaloni më. Vlerësimet tona janë se nëse vazhdon kjo dinamik, nëse vazhdon kështu, nuk bëhet ndryshimi me 19 tetor. Për disa vite do kolabon krejtësisht, do bllokohen rrugët. Thjesht nuk do ketë më funksione bazike të jetës në komunën e Çajirit. Dhe prandaj kam thënë edhe në planin, vizionin për Çajirin që e ka përgatitur arkitekti më i njohur botëror, Michel Roykin, çështja e mobilitetit është numër 1. Dhe unë e kam trajtuar atë si mjek, kam thënë arteriet e Çajirit kërkojnë të stentohen, të debllokohen. Dhe këtu është plani, kryesisht është e Çajirçania, te rruga Cveton Dimov, ku plani jonë është parasheh nën kalim, shesh mbi të dhe parkim nën toksor. Domethënë një projekt me 3 funksione që do i jep edhe do e çliron atë aks rrugor që lidh Veriun me pjesën e tjetër të Shkupit, edhe do krijon një sheshin e dytë në komunën e Çajirit, po edhe 350 vende parkimi dhe në këtë mënyrë do kemi një qendër funksionale. Pastaj në vizionin e Çajirit janë të lidhet John Kennedy me Nikola Karev, atje te Universiteti Nëna Terezë, Ferit Murat me Nikola Karev dhe kështu lirohen të gjitha arteriet e Çajirit. Urbanizimi, planifikimi është kryesor. Njerëzit janë bashkëpunues dhe presin, po 20 vjet është punuar pa plan për shkak se korrupsioni dhe interesi personal ka qenë dominues. Edhe tash pas 20 viteve vinë do bëjmë master plan. Nuk bëhet plani pasi të ndërtohet shtëpia dhe të shkatrohet Çajiri. Sa parkingje të tjera planifikoni të ndërtoni në kuadër të komunës së Çajirit? Projekti është në 3 faza. Fillimisht faza e parë është në këto lagje të jo urbanizuara, ku thash njerëzit më thonë do e shqitja shtëpi nesër vetëm për shkak veturave dhe mungesës parkingjeve. Dhe kam thënë këtu do gjejmë zgjidhje kështu. Në çdo rrugë do ketë më së paku 2 vendet parkimit. Komuna do identifikon shtëpi, hapësira që do i blenë dhe do i bën vend parkime pa pagesë. Mirë po, do u mundëson qytetarëve edhe mos t'u blenë shtëpi, po t'u shndron në parking dhe ata pastaj ta bëjnë një çfarë lloj partneriteti publiko-privat që të munden të paguajnë për ato. Domthonë çdo rrugë e Çajirit të ketë një parkim pa pagesë, një me pagesë. Dhe këtë do e bëjmë në çdo rrugë Çajiri. Si fazë e dytë janë parkingjet nën toksore dhe mbi toksore. Te shkolla Vasil Glavinov në John Kennedy ka 40.000 metra katror hapësirë. Atje planifikojmë në 2 kate parkim nën toksor me 1.000 vend parkime. Kjo do e liron John Kennedy në tërësi. Trotuarët e John Kennedys ju e dini që sot janë të zëra plotësisht. Ato do lirohen dhe pastaj njerëzit do mund të qarkullojnë lirshëm. E keni te qerdhja Vesëza. Ka 20.000 metra katror. Aty plani jonë është 3 kate nën tokë me diku 500 vende parkimi. Pastaj te Metodia Mitevski parashifet po ashtu parkim nën toksor. Te Sahat Kulla parashihet parkim në kate, i cili është premtuar me mandate dhe nuk është realizuar. Pastaj është e shkolla Liri, parkim në kate. Dhe kjo është faza e dytë. Faza e tretë është urbanizimi i plot i Çajirit. Kur të fillon urbanizimi, kur të ngritet Çajiri vertikalisht, do krijohen hapësira të reja edhe gjelbrimit, edhe parkimit dhe shkolla. Po kjo bëhet vetëm kur ka vizion dhe kur prioriteti juaj nuk është bëni ndërtesa pa leje për t'u marrë komunaljet e komunës për të përfunduar në xhepat tuaj dhe të merrni pasurinë e qytetarëve dhe të pasuroheni vetë kurse Çajirin ta shndroni në këtë gjendje dhe vetë të ikni prej komunës dhe të jetoni diku tjetër. Cili është plani juaj
për përmirësimin e kushteve në shkolla, por edhe cilësinë e arsimit? Shkollat janë në gjendje të mjerueshme. Shkolla 7 marsi ku kam mësuar unë është 15 vite me xhirollogarit bllokuar. Fëmijët për toalet shkojnë në shtëpi, se kanë gërdi për të hyrë në ato toalete. Kam bërë një analizë krahësimore. Një shkollë në Çajir, një në komunën Qendër, një në rajon dhe një në Bashkimin Evropian. Më ka dalë analiza se dallimi ndërmjet shkollës në Çajir dhe shkollës në Qendër është më i madh se ndërmjet Qendrës dhe shkollës në Berlin. Paramendoni, 2 komuna qendrore në qytetin e Shkupit kanë dallim të jashtëzakonshëm në cilësinë e arsimit, në kushtet infrastrukturore që u mundësohet. Prandaj kam thënë, do renovohen të gjitha shkollat në Çajir, do rregullohet cilësia e arsimit këtu, do krijohen fillimisht ka qenë një insistim i imi ndër vite edhe si ministër. Çdo nxënës në Çajir do ketë uniformë. Edhe ato uniform të siguruar nga komuna. Do ketë shujta, do kenë libra, do kenë aktivitete jashtëshkollore. Paramendoni në Çajir nuk ka gara për matematik, nuk ka gara sportive. Çdo i dyti fëmijë në Çajir ka problem me kurizin për shkak se nuk ka edukat fizike. Kjo është përgjegjësi e komunës. Fare në fund, do doja edhe një pyetje. Nëse nuk arrini të fitoni besimin e çajirasve, çfarë do thotë kjo për ju? Unë nuk kam dyshim, unë e kam parë atmosferën, unë kam hyrë në çdo dyrë Çajirit. Fitoria është e pashmangshme, njerëzit kërkojnë ndryshimin, njerëzit i numrojnë ditët për shkak se pas 20 viteve do e çlirojmë Çajirin dhe komunën do ju kthejmë qytetarëve. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe ju. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë me intervistën e radhës. Qëndroni me ne.